babai bën 10 vjet që ka ndru jetë. Me 23 qershor të 2015 babai ndroi jetë dhe ishe i fort realisht, moshën 66 vjeçare. Ikë përshon të masdite dhe nuk unë drejtë mo. Edhe më ras i shok. Edhe asjerë dhe më thonë, një farmënyrë më shdash ta pranoj, por gjithmonë kam pas vështirësira që nga ajo kohë edhe thash do të vrapoj nga shtëpia ime ke shtëpia babait ku pushon tropoj dhe do t'ja dedikoj këtë sfidë babait. E ke përmendur këtë pjesë, të ndodh shpeshherë që ta kujtosh babain tënd gjatë këtij udhëtimi, gjatë vrapit, çfarë momente të vinë në mend gjatë kohës, që duket sikur kjo është një ecje jo vetëm fizike, po edhe shpirtërore në këtë kuptim, apo jo? Absolutisht, është pa mundur, nëse nuk ke një arsye të fortë mjaftueshëm, fiziku nuk mjafton, do të kesh një mendje shumë të fortë dhe mbi gjitha një arsye. Sepse ditën e tretë dhimbja ishe aq e fortë, sa e kam vështirë ta përshkruaj. Edhe më kujtohet domethënë një zot që më erdhi dhe ishte zoni i babit edhe më thotë, "Çau bab, çau." Edhe unë grejta, sepse isha domethënë i gatshëm, dorëzohem, jo se desha më ishte ishte vështirë. Kështu që mendja edhe arsyeja, mendja e fortë, edhe arsyeja pse e bëjë diçka tillë, ose çfarë do të jetë ajo, duhet të jenë primare, domethënë pas qëllimit që ke bu. Po. Si e përfytyron ti, si e imagjinon ti atë momentin kur të mbërish në Tropoj dhe të shkosh tek vari babait tënd? Pas 2750 kilometrave vrap që ke bërë pikërisht për të. Kam derë shumë lot këtë ditë. Këto 35 ditë kam qajtë shumë. S'besoj se kam qajtë në herë një jetën time. Edhe unë besoj që është edhe lirim nga e kalumja. Sepse gjithë kemi historitë tona, të kalumet tona. Ato plakët e tona që fatkesisht edhe fatmirësisht nuk shifen, sepse janë brendshme. Kështu që besoj të ka bërë mirë kjo... Do jetë shumë emocionale. Të ka çliruar sa do pak, apo jo? Absolutisht, kjo sfidë mu po më transformon. Jo po më ndryshon, po më transformon edhe uroj, edhe një nga qëllimet e mia është që të arrijë nëpërmjet eksperiencës ime, të shpreh edhe të ndihmoj dikë tjetër që të marrë vendim ndryshoj jetën për mirë. Kjo është një nga qëllimet e mia. E ke shprehur dhe në le themi mediat e tua që ky është nuk është vetëm një udhëtim fizik, po është një udhëtim shpirtëror për njeriun tënd të dashur, por mbi të gjitha dhe për të mbështetur një kauzë botërore për persona të cilët vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Cili është mesazhi ose le themi ajo thirrja jote e brendshme duke vrapuar dhe duke shërbyer, qoftë në mënyrën shpirtërore dhe qoftë në mesazhet që ti përcjell përmes këtij udhëtimi që është kaq sfidues edhe kaq i vështirë sa pas pak do të flasim edhe për vështirësitë që ti has në vrapimin që bën. Mesazhi im është një që është e mundur. Jo vetëm thjesht për ato që kanë ëndra ndërtojnë një biznes, të bëhen milionera, të blejnë shtëpia të mira dhe makina, të thash. Por edhe ai që do të diplomohet në një karrierë që e ka ëndër, ose gjitha një person që s'bë dot një hap të dal nga dhoma, sepse është mbyll. Flas nga eksperiencë personale që i kam kalu gjitha. Kam pas ëndër prap një biznes për të kam besuar asnjëherë. Tash punsoj mbi 50 persona. Kam pas një ëndër të bëj financat, tash jam financiarisht mirë. Kam pas një ëndër të kem një familje, dhe tash fatmirësisht, dhe më ka beku Zoti, kam një familje të mrekullueshme, dy kalamaj. Mirë, por gjoja më e vështirë. Gjoja më e vështirë për mua ka qenë ta besoj, jo ta arrij. Dhe shpeshherë pasi kam arritur të gjëra, më ka astis të mbyllën në dhomë, s'kam dalë nga dhoma. Sepse shëndeti mendor është një problem shumë i madh në këtë botë. Edhe unë duhet që të them, është e mundur, ti mundesh, ti duhet besosh në vetvete,
edhe të bësh një hap. Një hap, pastaj një hap tjetër, në radhë, më dorëzohesh. Po pse ne duam të ndryshojmë gjonat shumë të sekonda, po ca gjona duan më shumë kohë se ca tjera të ndryshojmë. Se që ke qenë pikërisht në këto momente të vështira që mund të ketë duke kaluar çdo kush që është duke na ndjekur, kush ishte personi ose motivi që ty të nxori nga errësira e dhomës për të parë dritën e diellit? Unë i kam zbulu vrapin tjetë një terapi fantastike për mu. Normalisht që kam pasi e kam fillu vrapin nga pas vështërsi, krahasisht të vesh atlete, të bëhem gati edhe të kthehem prapë në dhomë, sepse s'kam dalë dot për jashtë. Edhe normalisht bashkëshorti është njëri shumë i mirë, e du shumë, kam një familje me te që jemi shumë të kënaqë, të dy. Është shqiptare bashkëshorta? Por është shqiptare, po, edhe është nga Tropoja, edhe ja. Mirë, po shpesher me ka gjyku. Dhe më thoshte, po qatje, po pse, po qysh. Edhe gjoja ma e kollaj që bëjmë këtë botë është gjykojmë. Gjoja ma e vështirë është kuptojmë. Edhe shpesher ne duhet t'i dëgjojmë të njerëz. Jo t'i kritikojmë, jo t'i këshillojmë, thjesht t'i dëgjojmë. Por ato e kanë frikë, ne kemi frikë të flasim, sepse direkt, po jo mërë si e mirë, ke biznes, je i shëndetshëm, je i ri, ke një familje, i ke gjitha, pse si e mirë? Po ta disha, s'do isha në këtë gjendje, kështu që ka shumë njerëz, që realisht duke në aparencë që janë mirë, por ja që si janë mirë, edhe unë vrapin e përdor, si vegël, një mënyrë, si terapi, për të dal nga ajo, si ta thëmë këtë, për të dal nga ajo situatë që të izolon, e kuptoj dhe shumë mirë. Është që duke të më thënë, aq e vështirë të dalësh, sta me i pikë dhe më në shkon ku të duket e pa mundur.